Mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi në këto 60 minuta. Se cilat janë pasojat për komunën e Prishtinës si shkak i mosmiratimit të buxhetit me kohë, por dhe cilat janë pasojat në nivel të vendit si shkak i mosmiratimit të buxhetit të shtetit, të gjitha këto i ndjekim pas pak në një intervistë të cilën e kemi xhiruar gjatë ditës së sotme me Bekim Saliun nga Instituti GAP. Por si zakonisht në fillim ju sjellim lajmet kryesore të ditës. Pezullohet transporti publik dhe privat, kryeqyteti zhytet në kaos. Transportuesit protestojnë para komunës së qeverisë e takojnë ministrin në detyrë të financave. Kuvendi Komunal i Prishtinës të ratë seancën e jashtëzakonshme për buxhetin e mjetet vetanake. LDG-ja vazhdon me akuza ndaj qeverisë për bllokadën me buxhetin. KQZ-ja planifikon 7.8 milion euro për organizimin e zgjedhjeve të 28 nëntorit, por buxheti nuk u hall në votim për shkak të mospajtimeve për votimin nga jashtë. Donald Trump optimist për arritjet në bisedimet e paqes, por Zelenski thot se shqetëson çështja e territoreve. Dita e sotme në kryeqytet ka nisur me kolona derisa taksit dhe veturat personale janë shtuar në rrugët e qytetit, pasi transporti urban dhe transporti privat i kryeqytetit pezulluan transportin në mungesë të pagesës nga komuna e Prishtinës për muaj të tërë. Ata më pas protestuan edhe para komunës dhe para qeverisë, e ku takuan edhe ministrin e financave Hekuran Murati. Taksit dhe veturat personale janë shtuar të hënën në rrugët e kryeqytetit duke shkaktuar më shumë trafik. Qytetarët të cilët përdorin zakonisht transportin urban, gjatë së hënës u detyruan të gjenin alternativa të tjera për udhëtim, pasi trafiku urban dhe transporti privat i kryeqytetit pezulluan shërbimin në mungesë të pagesës nga komuna e Prishtinës për muaj të tërë, por shumë të tjerë u detyruan edhe të ecën në këmbë. Të normale. Është rruga Xhavet Ahmeti. Ta është deri aty do ecni në këmbë? Po. Qa më bëna pensioner, kështu dohet. Tokë s'kemi, autobusi s'punon. Që në ndërtesa të Ramizadikut, të ngërminal do të më dorë kom. E kam shtile e kam bo lëmsh. Këta të më shmumi ta nuk më jesin kom. Ato do të ditë do kush, i riu kalon kodë dhe lugje, ta të bëjshme mund një hapë me qitë. Për këtë gjendje u protestua para objektit të komunës dhe objektit të qeverisë. Kryetari i Sindikatës së Trafikut Urban, Ilmi Gashi, ka thënë se tash e 2 muaj, punëtorët e kësaj ndërmarrjeje nuk kanë marrë paga, ndërsa borxhi i tyre ndaj furnitorëve ka kaluar mbi 1.6 milion euro. Këto momente jenë arë për asë një sen tjetër, jenë arë me kërku pagën tonë, për ndjesën që këna përnu, jenë arë me na i rimbursu damat që neve na kanë shkaktu, fornitorët e naftës na i kanë ndërprej naftën, nuk e di a jeni të informum, 1 milion kemë bërsh trafiku urban, sot subvencion për me bo të fornitorët për naftë. Kryetari i Sindikatës së Transportit Privat, Izet Smajli, tha se punëtorët kanë mbetur pa paga që 7 muaj. Pa pas fare me qitë ati kërkush të falë. 2.700.000 na i kanë bërç. 2.300.000 kemi obligime ndaj naftit edhe ndaj punëtorëve. Para protestuesve doli edhe kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, i cili edhe një herë akuzoi qeverinë për bllokim të buxhetit. Në 3 gjys i kanë aloku, në 3.45 i kanë mbyllë, mas 15 minutave, kanë mbyllë mundësinë për pagesave. Pra kjo është loja për fatkeq e tyne. Me kërkesën e protestuesve, Rama së bashku me punëtorët e transportit publik u nis para ndërtesës së qeverisë, ku edhe kërkoi një takim me kryeministrin në detyrë, Albin Kurti, dhe ministrin në detyrë të financave, Hekuran Murati. Pas disa minutave pritjeje, Rama u rikthye në komunë me arsyetimin se duhet të vazhdoj punët e tij, duke theksuar se sapo t'i pranoi ftesa, ai do të shkonte në takim. Duna me vazhdu punën, jam 2 minuta larg, edhe do t'jem aty, kështu që kurdo që na e dhojnë orën apo na thojnë e janë tash, unë këtu jam. Më vonë ministri Murati pritet në takim protestuesit, por pa kryetarin Rama. Përfaqësuesi i shoqatës së transporteve privat, Avdil Brajshori, ka thënë për kohën se ministri në detyrë i financave, Hekuran Murati, u ka thënë se duhet të mbledhur Kuvendi Komunal i Prishtinës e ta kaloj bartjen e mjeteve. Greva e transportuesve urban do të vazhdojë edhe të martën.
Kryesuesja i Kuvendit Komunal të Prishtinës i mandatit të kaluar, Femi Kupina, ka thirrë seancë e jashtëzakonshme për mbartjen e mjeteve vetjake të kryeqytetit nga viti 2024 në vitin 2025 dhe votimin e buxhetit të vitit 2026. Megjithëse janë certifikuar asamblesët e rinj, kjo seancë u thirr të mbahet me legjislacion të vjetër, pasi ende nuk është bërë betimi i këshilltarëve të rinj. E përveç Ramës edhe kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka vazhduar të akuzojë qeverinë në detyrë për siç ka thënë bllokim të Prishtinës. Në një postim në Facebook ku Abdigjiku ka shkruar për pezullimin e linjave të trafikut në kryeqytet, ka thënë se me këtë qeveria po rrezikon shkolla, qendra mjekësore e shërbime të tjera bazike. Kur bllokada 10 mujore e shtetit mori fund, vendosën ta bllokojnë Prishtinën, sepse nuk dinë më shumë. Kjo është mendja e tyre. Jetojmë për bllokad, punojmë për bllokad, ushqehen me bllokad. Dhe ja ku jemi sot, pa transport publik në kryeqytet, me punëtor pa paga e në protesta, me qytetarët në pritje në stacione dhe me një pushtet arrogant që në vend të arsyes vazhdon të ushtroj hakmarrje politike ndaj Prishtinës, duke akuzuar secili tjetrin. Dhe ky është vetëm fillimi. Bllokada e Prishtinës rrezikon tutje shkolla, qendra mjekësore, shërbime bazike për njerëzit e këtij vendi, ka shkruar Abdigjiku. Sipas tij, qeveria në detyrë ka bllokuar buxhetin e Prishtinës dhe me këtë nuk e ka bllokuar LDK-n, por jetën e qytetarëve. Kryesuesi i Kuvendit Komunal të Prishtinës ka thirrur seancë jashtëzakonshme për mbartjen e mjeteve vetanake të kryeqytetit dhe për buxhetin e vitit 2026. Seanca është thirrur për ditë rente më 27 nëntor. Osman Ballanca nga zyra ligjore e komunës ka thënë se anëtarët e Kuvendit Komunal janë në fuqi derisa të betohen të rinjët. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka certifikuar rezultatet për asambletë të premten e javës që shkoi, por asamblesët e rinj nuk janë betuar ende. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e ka miratuar buxhetin për zgjedhjet e parakohshme që sipas planit operacional do të jenë mbi 7 milion euro. Buxheti nuk është hedhur në votim pasi ka pasur mospajtime në mes të anëtarëve të KQZ-s për votimin me postë. Besnik Buxhala nga sekretariati i KQZ-s në mbledhjen e mbajtur të hënën ka thënë se në këtë shumë përfshihen 3 kategoritë kryesore: pagat, mallrat dhe shërbimet, shtypja e flet votimeve, shërbimet postare, transporti, materiali zgjedhor, broshura, tërheqja e shortit për subjektet dhe shërbimet komunale. E antari KQZ-s nga radhët e PDK-s Ilir Gashi në mbledhjen e mbajtur ka thënë se ky buxhet bie ndesh edhe me rregullën zgjedhore të KQZ-s. Në fund të mbledhjes është vendosur që të mblidhet komiteti i buxhetit për të parë se si do të vazhdohet tutje. Për zgjedhjet e përgjithshme të rëndshkurtit ishin planifikuar 8.7 milion euro, ndërsa sipas raporteve të KQZ-s shuma e shpenzuar është rreth 7.9 milion euro. E për zgjedhjet lokale që u zhvilluar në rundin e parë në 38 komuna e në të dytën në 18 sosh, ishte planifikuar buxhet prej 10.5 milion euro. Por se sa u shpenzuan sipas KQZ-s do të dihet pas përmbylljes së tërë procesit. Sipas këtij institucioni, në bazë të përvojës nga proceset e kaluara zgjedhore, kostoja përfundimtare është më e ulët se sa ajo e planifikuar. Presidentja Vjosa Osmani ka thënë se bashkë me vendet e Kuintit janë duke analizuar situatën që ndodhi javën e kaluar në Këshillin Prokurorial të Kosovës, ku shkarkua ushtruesi detyrës së kryeprokurorit të shtetit Besim Kelmendi dhe në bazë të analizave edhe do të reagohet. Osmani ka shprehur edhe shqetësimin në lidhje me deklaratat e disa anëtarëve të KPK-s, të cilët në konferencën për media patën thënë se ndihen të pasigurt dhe kishin ftuar policinë për t'i siguruar dhe po në të njëjtën ditë i kishin bërtirje edhe Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë për të parë se çka është duke u ndodhur brenda KPK-s. Një çështje e cila është shumë shqetësuese është që 5 anëtarë të KPK-s kanë deklaruar se nuk ndihen të sigurt dhe kanë kërkuar mbrojtje nga institucionet e sigurisë në vend. Dhe si presidente jam marrë me këtë me qeverinë, është e pafalshme që 26 vjet pas luftës ne të kemi anëtarë të KPK-s, qofshin ata prokuror apo jo prokuror, që nuk ndihen të sigurt dhe të kërcënuar. Është me rëndësi që ata të ndihen të sigurt dhe të shprehin mendimet e tyre
pavarësisht se cilat janë, ka thënë Osmani. Më 20 nëntor, 5 anëtarë të KPK-s miratuan propozimin për shkarkim nga detyra të ushtruesit të kryeprokurorit Besem Kelmendi. Kryeministri në detyra Albin Kurti ka pritur në takim kongresistin republikan Mike Turner dhe atë demokrat Donald Norcross. Në njoftim të kryeministrisë thuhet se pika qendrore e diskutimeve ishte fuqizimi i marrëdhënieve Kosovë-SBA me theks të veçantë në fushën e mbrojtjes. Kryeministri njoftoi se në 4 vjetët e fundit mbi 1000 pjesëtar të forcës së sigurisë kanë marrë pjesë në trajtime në programe ushtarake të SBA-s, përfshir edukimin ushtarak në West Point dhe US Army War College. Gjithashtu Kosova ka mirëpritur 3 edicione radhazi të ushtrimeve ushtarake Defender Europe. Në edicionin e fundit përkatësisht në Defender Europe 2025, komanda e divizionit të 28 të Këmbësorisë së ushtrisë së Shteteve të Bashkuara ka qenë e vendosur në aeroportin ton ushtarak në Gjakov. Pringa ka drejtuar të gjitha brigadat që kanë operuar në Evropën juglindore, thuhet në njoftim. Në gjykatën themelore në Prishtinë është mbajtur seanca ndaj Naim Murselit, Granit Plavës dhe Kushtrim Kokallës të akuzuar për vrasjen e Liridona Ademajt. Në sallë ka munguar babai i Naimit, Shaban Murseli, cili për mungesën e tij e ka njoftuar gjykatën përmes telefonit të premten. Prokuroria propozoi që të lexohet si provë edhe dëshmia e tij. Kjo u aprovua nga pala e dëmtuar, avokatët e të akuzuarve si dhe nga vetja akuzuari Naim Murseli. Këtë propozim e aprovoi edhe trupi gjykues dhe filloi me leximin e deklaratës së dëshmitarit Shaban Murseli. Deklarata ishte dhënë nga ai në polici më 6 dhjetor të vitit 2023. Në dëshmi, Shaban Murseli kishte thënë se për rastin ishte njoftuar në ditën e vrasjes. Gjatë seancës për vrasjen e Liridona Ademajt, prokuroria Javor Kapellin Çeviç ka propozuar që të administrohen edhe disa prova përfshirë ajo për borxhin që kishte i akuzuari Naim Murseli. Ajo ka treguar se vlera e borxheve që kishte Murseli ishte afër €500.000. Prokuroria gjatë administrimit të provave ka folur edhe për përgjigjen që kanë marrë nga shteti suedez lidhur me sigurimin jetësor të Liridonës.